Mesën e 16 më të mirave në Evropë. Po pres me na thirr kryeministri, po pres me na thirr presidentja, presëm thirrë për kryetorit komunës, për ministrisë sportit. Asnjëri s'ka livrit deri tash. Asnjë thirrje, asnjë kur gjë. E vetmja kur po vjen për vota po vin krejt. Po na takojnë në këtë dhe derën çele kanë të na gjithë. Shumë lehtë është me komuniku me zyrtarët e Prishtinës 01. E kanë derën çel. Presëm dimën e tyre, presëm thirrjen, presëm për kraje. Postim bre? Një postim për parem Roma ka bu një postim. Veç për parem Roma? Më kujtohet që e ka bu, për tjerët nuk e di. Besoj që e meritojnë. A është mungesa e komunikimit? A është mungesa që këta njerëz në që pozita pushtetit nuk e kanë rrethin? Pe dim çush është të ndodh shtash për kryetorët komunat Prishtinës, te qeveria ka probleme sen edhe po më duket se janë marrë, po besoj që unë se marr për këto me kësi arsye. Edhe unë nuk po du mi arsyetu. Sot merkoni postim. Arsyetimi për me bu pak më mirë se apet janë njerëz tonë, njerëz që i dojmë na prej presidentës, kryeministrit të rënë të poshtë, kejt bashkë në një familje, një shtëpi. Pak të ne meritoj ideja është që nuk shkon të shumë shpesh në këtë fazë. Nëse klubi tjetër, nimoj edhe klubi tjetër. Absolutisht. Prishtina 01. Absolutisht. Kush është e meriton minimum me përkrahje me çudena. Ideja është faza ku jemi. Sakt. Nuk shkohet shpesh në ekipe kosovare në 16 mesën e 16 ekipeve më të mira në Champions. Është pak edhe demotivuese dorën zemrën nëse nuk vlerësohesh. Po shumë demotivuese. Natyrisht është shumë problem, po prap na jena si familje dhe si vllazni, edhe non stop e kena gjetë mbështetjen të njëri tjetri. Kisha më thonë ndoshta edhe çto fjalë të liga nga njerëz që s'na dojnë të mirën na kanë ngritë çtu që jena.